Prallë hesapi është aja, për shkak se Albin Kurti ka mujtë prallë kena një djeve Gjermani me Partizan. Prallë po thëmë aja që nëse lirohen, e shpresojmë që të lirohen, që PDK-ja apo që zoti Thaçi do ta mund lëvizjen vetëvendosje, sepse ai ka mujtë lëvizja vetëvendosje, në krye me Albin Kurtin i ka mujtë derisa ka qenë këto. Po dhe pas ka pas qeveris vretom atëherë, Hale, dyqysh. Hale s'ka pas qeveris. Po thëmë që ajo nuk ndryshon konotacionin politik bashkë heq kur gjeheq. Edhe sigurisht që PDK-ja mund të ketë ngritje apo rritje të numrit të deputetëve, mirë po tash është periudha e lëvizjes vetëvendosje, është periudha e Albin Kurtit, kështu që shpresojmë që të lirohen, por në skenën politike nuk do të ketë ndryshime të tilla që dikush mund ta thotë, ka drejt me thonë, që një pjesë e lëvizjes vetëvendosje po kaloi kanë PDK. Të thotojnë muhabete që në demokraci lejohen të thotë secili, nëse është në prizë, po mendoj që jo. Prapë po them, PDK-ja do të fitojë numër më të madh të deputetëve, prapë do të jetë partia e dytë siç është edhe tani, lëvizja vetëvendosje prapë do të jetë partia e parë, e numrit deputetëve vendosim na që shkojmë kutit votimit.